përveç qeverisë Ekuadorit dhe qeverisë Argjentinës, gjithë qeveritë e tjera kanë qëndrime të hashpra të qarta anti-amerikane. Dhe u desh një kërcënim serioz i Amerikës për Panaman, për të rikthyer kanalin e Panamas, i cili është financuar dhe ndërtuar nga kompanitë amerikane dhe nga SBA-ja, në mënyrë të kuptojnë që është ashtu si sot zëvendës presidenti J.D. Vance që është kthyer një shterit tjetër në qytet. Pra, momentin që ne flasim për një shtet i cili ka në prioritet të vetin ekonominë, duhet të kuptojmë që shtylla e parë e ekonomisë i detyron ata që të shohin nga oborri vet dhe nuk mund të mendojnë të pushtojnë botën kur realisht Kina me aleatët e vet ka shkuar i ka marrë dhe oborrin e shtëpisë. Kulla, shumë akterë të cilët ndjekin këtë situatë u alarmuan temase duke shkuar në pretendimet e tyre se ky është vetëm fundi i një rendi botror të cilin e kishim deri tani dhe po shkojmë drejt një kaosi total ndërkombëtar. Cili është kaosi? Pra rendin botror e kishim se kishim Amerikën e fortë. Kaosi është i fortit të bëjë çka të doj. Ai vendos rregullat, bën çka të doj, si të doj. Po pse si ka qenë deri tani? Kush gënjen? A u mbajt Kosova 10 vjet jashtë? Ka pas sa rregulla të cilat ka respektuar. 10 vjet jashtë sistemit Schengen thjesht sepse drejtuesit e Kosovës nuk pranonin të ndryshonin kufijt të imponuar dhe tashmë e shohim që ka qenë një projekt rus dhe është shantazhuar në gjitha format. Pse çfarë ishte BE-ja? Nuk ishte e forta e cila bënte presion. Kështu ka qenë gjithmonë, kështu është edhe tani. Tani thjesht kemi të ndarë ato që ne kemi quajtur deri dje. A ekzistojnë linjat e kuqe apo të verdha apo të zeza? Linjat janë të qarta edhe mendoj që Donald Trumpi është më i qartë se kurdoherë. Kulla, pat një shqetësim nga vendet të tjerat me mbetën fjalë. Qartë është. Donald Trump ishte edhe shumë kritik ndaj vendeve të BE-s, të cilat ishin paka shumë kritike ndaj asaj siç ka ndodhur në Venezuelë. Po, nuk kanë qenë kaq kritik për shembull vendet europiane ndaj zotit Maduro, kur është vërtetuar që kontenerat me kokainë ishin nga nipërit e bashkëshortit të zotit Maduro. Nuk ka qenë kaq kritik për shembull kur në Venezuelë u vendosën bazat operative financiare por edhe ushtarake të Hezbollahut. Bashkë kemi biseduar këtë gjë. Apo lidhjet e shumë fishta të Izraelit të